Një 37 vjeçar është vetë plagosur me armëzjarri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në fshatin Sevaster të Vlorës. Shpati Kamberi, 37 vjeç banues në Sevaster, ka mbetur i plagosur aksidentalisht në këmbë. Policia konfirmon për mediat se 37 vjeçari është vetë plagosur me armën e tij, teksa po e pastronte. Ai aktualisht po merr mjekim në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprën penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive, ndërsa policia është duke hetuar më tej rreth kësaj ngjarje të vetplagosjes së 37 vjeçarit. Ndërkaq, policia e Vlorës bën me dije se rreth orës 07 në aksin rrugor Skerfic-Sarand, automjeti me drejtues shtetasin me iniciale OM, rreth 20 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin EB, rreth 35 vjeç. Si pasojë aksidentit ka humbur jetën shtetasi me iniciale OM. Gjithashtu janë dëmtuar shtetasit EB dhe 2 pasagjerët në automjetin e tij, shtetasit DT, 56 vjeç dhe AL, 47 vjeç, të cilët po marrin ndihmën mjekësore në Spitalin e Sarandës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti, thot policia.